Nga kufiri me krajën në Zogaj, traseja rrugës së re është hapur në gjatësi 6 kilometra, ndërsa kanë mbetur edhe 50 metra pa arritur në pikën turistike të Shirokës. Siç tregojnë edhe filmimet, punimet po vijojnë edhe ditën e shtunë, me qëllim për shpejtimin e përfundimit të këtij investimi. Nuk mungojnë specialistët e ndërtimit, të cilët jashtë kamerave pohojnë se punimet po ecin me ritme të shpejta dhe është e mundur që brenda muajit qershor kjo rrugë të jetë gati për sezonin turistik. Ndërkohë banorët e kësaj zone jo vetëm që e kanë mirëpritur këtë projekt, por edhe besojnë se brigjet e liçenit të Shkodrës do të fitojnë mundësi të konsiderueshme për zhvillimin e turizmit. Në përgjithësi edhe çfarë shohim në punën e përditshme si janë të i bë, traseja është pothuajse plotësisht e hapur, ka disa pika që janë pa përfunu. Çdo person ose çdo njeri si ka bërë një investim e ka mirëprit me kokër qefit, si thonë. Sepse duhet me kanë për qytetin tonë kjo gjë. Kjo është për turizmin, kjo është për zhvillimin e zonës, për çdo pjesë si e vlen për më vizitu, është pjesa Shirok-Zogaj. Për 6 km rrugë, 7 si mund vijojnë për me kanë, kjo është një pjesë shumë e mirë. Projekti për ndërtimin e rrugës Shirok-Zogaj kufi me krajën është pjesë e programit të zhvillimit të infrastrukturës dhe turizmit. Ky është projekt për të cilin financohen mbi 5.657.000 euro, zbatohet nga Fondi Shqiptar i Zhvillimit në bashkëpunim me Bashkinë Shkodër, përfshirë edhe sistemimin e ujësillësit dhe të kanalizimeve të ujrave të zeza në Shirok-Zogaj.